Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 17, data 17 korrik të 2026. Duket se ka të bëjnë shumë me ndryshime dhe ndikime shumë të mëdha që lidhet me anën ekonomike, lidhet me ndryshime të mëdha që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me vendimet, ka të bëjnë me mundësi dhe kohën e duhur mbi nismat e reja. Dita vazhdon me ndikime shumë të mëdha, por ajo që duket ka të bëjnë me Mërkurin në retrograd, prandaj temat e familjes dhe shtëpisë, kujtimet dhe ndryshimet kërkohen pak vëmendje. Ndikojnë më shumë shenjat e tokës dhe të ujit, por gjithashtu ka të bëjnë në anën ekonomike financiare, se keni të bënim shumë me praktikat çështje punës. Nuk mjafton të dim çfarë ndjejmë, duhet të kuptojmë edhe çfarë mund të bëjmë realisht. Afërdita në virgjëresh ndihmon në këtë drejtim, sepse kërkon rregull, kujdes, përmirësime dhe vendime të rëndësishme. Ndikohen më shumë shenjat e tokës dhe të ujit, që është Demi, Virgjëresha, Bricapi, Gaforia, Akrepi, Peshit, sidomos të 10 që të parë nga Afërdita në Virgjëresh, ndërsa Gaforia, Bricapi, Dashi dhe Peshore të 10 që të tretë vazhdojnë të ndjejnë më fort procesin e Mërkurit në retrograd në Gafore. Kjo ditë mund të jetë më e lehtë për ata që janë gati të punojnë me qetësi, por me vështirësi për ata që kërkojnë përgjigje të menjëhershme. Dita është shumë ndikuese dhe është mirë për sa i përket një organizim pune dhe një ndikim shumë të madh për sa i përket çështjeve të rishikimit familjar. Është mirë për të përgatitur për blerje, por jo për të shpenzuar pa kontroll. Është mirë për të parë detaje në marrëveshje, por për bërë krahasimin e çmimeve, për të pyetur ekspert dhe për mos vepruar vetëm nga ndjenjat. Në dashuri, dita favorizon gjestet e vogla, kujdesi, kontaktet dhe mundësinë e bisedimeve, sepse ka mund të bëjë disa ndryshime të tjera. Por karriera është më mirë në punën dhe mundësitë në rutinën e përditshme, sepse lidhet shumë për familjen, lidhet shumë, favorizon ndihmën, favorizon edhe disa gjëra nga e kaluara që rregullohen. Këshilla e ditës dhe është ajo që do të thotë që dashuria dhe kujdesi sot maten me veprime të vogla, ajo që rregulloni me durimin sot ju kursen lodhjen nesër. Pra, po të shikoni disa ndikime të vogla që kanë të bëjnë në lidhje me jetën e përditshme janë shumë të mëdha për nesër, por neve nuk i vëmë veshin dijes, nuk i vëmë veshin asaj çka na ofron natyra dhe prishim disa ekuilibra. Por gjithsesi, kjo nuk do të thotë se juve keni domethënë gjëra të paqarta për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimit dhe të vendimit. Në çështje që lidhen për shembull me anën e funksionimit ekonomiko-financiar ose gjërave të tjera që do të keni, kjo është një ditë vërtet e mirë, edhe pse ka të bëjnë me disa takime mjaft të rëndësishme, sepse duke pasur parasysh ndikimin e datës 17, edhe pse ka të bëjnë dita e premte, dita e Afërditës na jep dhe mundësinë dhe kohëzgjatje në ekonomi dhe stabilizim. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimet e detajuara, atëherë kemi pikërisht këtë faqen këtu astrologo.al, duke e klikuar dhe duke parë në detaje çfarë doni të bëni dhe çfarë doni të arrini. Ndikimet janë të mëdha dhe koha është në favorin tuaj. Në çështjet që lidhen me anën e pozicionimit të planeteve, ka të bëjnë dhe kohën e duhur mbi atë çka kërkohet, por gjithsesi koha është për juve. Tani fillojmë me shenjat dhe ndikimet më të mëdha që kanë bëjnë për sa përket kësaj dite, sepse për gjithë ata që interesojnë për parashikimet të detajuara e din tani, sepse nëse marrin tek astrologo.al e din shumë mirë, edhe mund të klikojnë dhe të shkojnë tek sekretaria, mund të dërgojnë një email dhe më pas flasim për detajet që juve kërkoni në WhatsApp. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat më radh. Fillojmë me shenjën e parë që do thotë shenja e Dashit. Dashi ka dy gjëra kryesore për sa përket kësaj dite. Mundësinë dhe takimin për një kontratë shumë të rëndësishme afatgjatë. Bini pas, koha është me juve dhe është për juve. Dashuria me Peshore është kënaqësi. Me Bricap është lodhje të iskashme, por është lodhje e kënaqshme. Me Gafore, ndikimet favorite, udhëtimet, bashkim familjar dhe zakonisht bëjnë djem. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Dem të dashur, nëse flasim për anën ekonomike financiare, ose Demi gjithmonë ka një ndikim mes asaj që është realizueshme dhe mes asaj që është kuptueshme. Kuptimi i punës suaj, mënyra dhe mundësia që kanë bëjnë anën tuaj, është anën e drejtë tuaj, dhe është pozicionimi planetar që jep mundësinë dhe kohë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e ditës së parë dhe
Virgjëresht të diçit të dytë është koha, është mundësia dhe çështjet e karrierës dhe gjërave të tjera që do të diktojnë. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për 1000 arsye, sepse puna aktuale dhe ajo çka kemi dhe ku neve duhet të shkojmë është mundësia dhe jo vetëm. Çështje shpirtërore, lidhjet afatgjatë janë në anën tonë. Gjithashtu ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me ndryshimin e madh. Çështjet që lidhen me udhëtimet është ndikimi më i madh me akrep. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët, në fakt tani për tani kanë mundësinë dhe dy raste shumë të mira, binjakët në lidhje me punën e tyre, një takim mjaft pozitiv dhe afatgjat për ekonominë dhe punën e tyre, është mundësia dhe momenti i duhur mbi stabilizimin dhe çështjet konkrete. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashje të diçit të parë, me akrep dhe me bricjap, përgatituni sepse diçka është mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Me gaforet është mënyra dhe mundësia, koha dhe vazhdimësia e punës suaj dhe të karrierës suaj, por edhe pse keni pasur disa probleme të vogla të lëna pezull dikur, por vjen një moment tani që ndryshe mund të flitet dhe ndryshe mund të kuptohet dhe të bisedohet. Por nuk do të thotë që është një kuptim i anës ekonomike, nuk është një diçka që mund të jetë problem ose mund të jetë diçka që mund të zgjidhet dhe mund të arrihet. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit tretë, ka perfeksion, ka mundësi dhe ndryshime. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, me luanët duket se tani në këtë periudhë është një kohë që përcakton, është përcaktuese e ndryshimit, është përcaktuese e vendimeve të mëdha që ju merrni, përveç se ka një arsye. Arsyeja është ekonomia, arsyeja është vazhdimësia dhe çështjet korrekte në ekonomi, stabilizimi dhe çështjet konkrete në vazhdimësi, sepse ka të bëjnë me një punë shumë të rëndësishme tani tutje, një moment mjaft i mirë stabilizues në vazhdimësi dhe pse jo, koha ka treguar që jeni me shumë fat. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me shigjetar është idealja dhe jo problematika. Në çështjet e dashurisë duket se ka të bëjnë shumë me dëmt dhe diçit të tretë, ku ka një mundësi mjaft mirë dhe tepër pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft të kuptueshme, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha të duket se tani ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me një ndryshim shumë të madh financiar, se lidhet me financat, lidhet dhe me një person të rëndësishëm ekonomik dhe një ndikim shumë i madh që ka të bëjnë me zbatimin e një çështje ligjore që kanë pasur disa probleme nga e kaluara, por duket se tani e kanë zgjidhur. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dëm janë ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ndikimeve dhe mundësive, që është shenja e peshores. Me peshoret jemi, jo se jeni problematik ose keni probleme të mbartura me kohë, por keni disa gjëra që tani për tani është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese për ata që bëhet dhe mundësitë të arta që keni. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me dash është idealja dhe jo problematika. Dashuria duket se është me gaforet edhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët duket se vërtet është një kohë që ko menaxhimi e them unë. Akrepët janë në fakt në fushën e tyre dhe din shumë mirë se çfarë lozin, din shumë mirë se çfarë bëjnë, por meqense kjo periudhë është ndikuese dhe rrezatuese për ekonominë dhe për stabilizimin tuaj, por një moment është shumë pozitiv dhe tepër ideal mbi disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni në anën tuaj, por edhe ana tjetër ka të bëjnë me anën e pozicionimit të planeteve, sepse ndikoheni shumë në çështjet e punës suaj, në çështjet e takimeve, në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e diçit parë, me peshqit e diçit tretë, duket se është pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët duket se kanë mjaft mundësira në këtë periudhë, kanë disa gjëra që mund të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e karrierës, por një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse realizoni anën ekonomike financiare, realizoni gjëra që me vështirësi mund të bësh ndikur, por vjen një moment tani mjaft pozitiv
korrekt dhe koherent me ato që ka bëni, me ato që ka juve e përjetoni dhe rregulloni, disa çështje ekonomike financiare, disa çështje që kanë ndryshuar mënyrën dhe mundësinë, por dhe një kohë shumë e mirë dhe është përcaktuese në anën tjetër, sepse zgjidhet me problemin, zgjidhet dhe me çështjet e kuptimit të jetës dhe të vazhdimësisë. Prandaj shqiptarët kanë një mundësi shumë të mirë tani për të parë se çfarë do të bëjnë në kohën e tyre, por gjithsesi është mënyra dhe mundësia mjaft e mirë në lidhje me takime dhe bisedime. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk dhe me luan, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive për sa i përket kohës, për sa i përket periudhës ku ndodhin fenomenet, por gjithashtu ka me një ndikim tjetër mjaft pozitiv për arsye të ekonomisë dhe të stabilizimit. Çështje shpirtërore të bashkim familjar të largëta është me virgjëresh. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Për sa përket bricapët të duket se kanë anën më të mirë të ndryshimeve dhe të kombinimeve të mëdha financiare. Momenti që është ose një moment mjaft mbi zhvillimin ose koherent me atë çka ndodh, duket se ka një pozicionim planetar, ka një pozicionim shumë të mirë favorit, nëse do ta marrim kështu. Koha ku ndodhin fenomenet, një mundësi e mirë relativisht ekonomike dhe financiare, sepse me financat që keni bëni juve, është një kohë shumë e mirë tani dhe i përshtaten një gjërave të mëdha, i përshtaten një gjërave që keni dhe çështjeve problematike që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë aspekt, sepse kjo është një nga periudhat më të mira, periudhat më të arta që do të keni dhe çështjet më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse është periudha juaj, është koha dhe marrja e vendimeve të rëndësishme. Prandaj mos mu shqetësoni fare se është një mundësi, është një kohë shumë e mirë, sepse lidhet me punën, lidhet me dashurinë, lidhet me ndryshimet të tjera që do të keni tani tutje, duke pasur parasysh disa gjëra ekonomike, financiare, disa gjëra që do t'i keni të gjitha mundësitë për sa përket ndryshimeve dhe mundësive të arta. Në anën tjetër, keni një takim shumë të rëndësishëm që do të thotë me peshorët e dhjetë diqit dhe me dashët e dhjetë diqit të dytë. Shkojmë tek shenja radhës, që do të thotë shenja e ujorëve. Për ujorët, me qenë se ujorët tani kanë nisur një ndikim shumë të mirë mbi punën, mbi karrierën, sepse me karrierën e kanë mjaft ndikuese dhe tepër pozitive në lidhje me disa ndryshime të mëdha financiare, me disa ndryshime që vërtet i keni mundësitë, vërtet jeni me fat në këtë aspekt dhe koha tregon që çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë ja arrini qëllimin tuaj, sepse është mënyra dhe mundësia më e mirë e mundshme mbi anën ekonomike financiare, mbi ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të diçit parë, me ujorët e diçit tretë, është koha dhe mundësia që juve do të keni në anën tuaj. Në anën e dashurisë, edhe pse ujorët janë pak a shumë të ndikuar nga puna dhe nga karriera e tyre, por ka një mundësi shumë mirë për të zhvilluar dhe ndryshuar shumë gjëra në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre, dhe është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë në anën tjetër, se lidhe megafore një problem që keni pasur para disa kohëve e zgjidhni me një peshore të diçit të dytë, sado problematike, po janë kohë që zgjidhen në mënyrë më të mirë të mundshme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit janë shenja që më të buta, më të arta dhe më pozitive që kanë bëjnë tani tutje. Por megjithatë, ka diçka shumë të mirë në lidhje me ekonominë, lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të vinë tani tutje, po janë vendime të historisë, janë vendime të vazhdimësisë, sepse jeni me shumë fat në anën ekonomike, jeni me shumë fat në gjërat që do të ndikojnë dhe do të ndikoni në fushën e karrierës suaj, por momentet janë ata që do t'ju bëjnë të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni dhe çka doni në anën e jetës tuaj sentimentale, shpirtërore, mundësore dhe gjërat e tjera që do të ndikojnë. Do të ndikojnë në anën tuaj sepse jeni mjaft me fat. Keni një mundësi shumë të mirë, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur probleme nga kjo drejtim, por vjen një moment tani që çdo gjë shkoqitet, çdo gjë arrihet. Jeni të arritshëm, keni mundësinë dhe kohën tuaj në realitetin tuaj. Lidhje që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me shigjetar është aja dhe zheja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 17 korrik të 2026, ditë e premte. Për ju që interesoni për parashikime detajura, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, astrologu.al. Kjo do të thotë
mundësi, të thot rëndësi dhe periudha që doli fenomenet. Ajo që ka të bëjnë në lidhje me çështjet që doni që të bisedojmë bashkë, shkoni tek sekretaria, klikojeni dhe jeni gati pastaj për të rregulluar dhe për të stabilizuar në gjërat e juaja dhe në çështjet që keni dhe flasim bashkë në WhatsApp. Por ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh në pyetje përgjigje, kemi të butonin këtu, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të parë. Pra pikërisht atë buton është momenti juaj dhe koha pastaj për të marrë përgjigje direkte. Nga Unjërupulla, më të mirën ju uroj. Gjithë mira.